Eksperti zbulon trukun sekret për të hequr njollat nga rrobat tuaja. Qumshti mund të përdoret për të hequr njollat nga rrobat me ngjyra. Mjafton të njohni mirë pjesën e njëllosur me qumësht dhe ta lini ashtu gjatë gjithë natës. Në mëngjes, e lani atë si zakonisht dhe njollat do të jenë e larguar. Sot buke dhe lëng limoni është një mënyrë natyrale për bojën e stirlapsit në bluza. Nëse bëni një pastë me 2 lugë gjelle sot buke dhe 2 lugë gjelle me lëng limoni, mbuloni pjesën e njëllosur në bluzë me pastë dhe e lini për 3 deri në 4 orë. Më pas e fërkoni me një furçë dhe lani bluzën si zakonisht. Spray për flokët mund ta përdorni gjithashtu edhe për të hequr njollat e stirlapsit prej flokëve tuaj. Uthulla e mullës. Heq njollat nga bluza fillimisht duke u njomur me uthull mulle. Më pas e fërkoni me një pastë të përgatitur me uthull dhe miell mistri në raportin 2:3. E lini pastën të thahet me hir dhe kështu do të largoni të gjitha njollat që mund të kenë edhe një vështirësi në largim.